Prej më shumë se 5 muajsh 3 boksierë të ekipit kombëtar sot ndihen të nënvlerësuar dhe të braktisur. Ekipi gjendet sot përballë vështirësive dhe mungesës së vlerësimit nga pushteti vendor, pasi ka mungesa të bazës materiale dhe trajtimit ushqimor dhe financiar. Pamjet në palestrën ku shërbiten mbi 50 boksierë në rrethin e Fierit tregojnë qartë kushtet e vështira me të cilat ata përballen. Trajneri i këtij ekipi, Baftiar Abazaj, ka shprehur keqardhjen për kushtet në të cilat ndodhet dhe ku zhvillon stërvitjen ky ekip. Po në këto kushte që jemi ne nuk arrit që mund të bëjmë edhe një seancë, duke nisur edhe nga kushtet financiare që kanë sportistët kanë nga 5 muaj pa marrë trajtimet ushqimore. Siç e shikoni, vetë jeni dishmitar që me këto kushte vetëm sport nuk mund të bëhet. Ndërkohë, Giulio Vernozi, 13 herë kampion i vendit në boks, ka treguar se mungesa e bazës materiale dhe kushtet e palestrës për këtë sport ka vënë në vështirësi punën stërvitore. Lanë shumë për dëshiruar dhe unë, domethënë si boksier i ekipit kombëtar, si shumë herë kampion, domethënë që ka marrë pjesë në bërë evenimente të rëndësishme, domethënë duke dalë nga këto kushte mizerabull që janë këtu. Domethënë gjëja më kryesore radhë parë janë dhe trajtimet. Ne kemi gati 5 muaj pa marrë trajtimet. Domethënë që është dietë e sportistit ku unë do siguroj kaloritë dhe ushqimet e gjitha që mua më duhen për të kryer 3 seanca stërvitore në ditë. Në palestrën ku ata zhvillojnë stërvitjen, bojnë orët e edukimit fizik edhe nxënësit e shkollës së mesme dhe me fillimin e shkollës nuk dihet se ku ata do